Ndërkohë, SPAK bën të ditur gjithashtu se kanë nisur një hetim të brendshëm administrativ dhe ka vërejtur se sistemi i brendshëm i IT-s nuk është cënuar. Pra në këtë rast kemi të bëjmë më shumë një ndërhyrje nga jashtë se sa një rrjedhje informacioni ose më saktë një cënim të brendshëm të sistemit. Shiko, për të qenë shumë i sinqert, shiko, nëse ka pasur një pikë për të cilën do duhej kritikuar më përpara dhe deri tani SPAK ka qenë kjo rrjedhje e informacionit. Tani unë nuk di të them sinqerisht domethënë se kush është ky që bën rrjedhjen e informacionit në raport me median, sepse ti bëre si dosja e zotit Berisha, si dosja e zotit Meta, si dosja e zotit Erion Veliaj, apo të Ilir Beqet, më përpara e morëm vesh domethënë ne në rrugën mediatike, se sa vetë ato që kishte ndodhur në sallën e gjyqit. Kjo nuk është normale për një vend normal europian po flas, sepse unë dua ta konsideroj veten se dhe Shqipëria aderon ose është le të themi në prag të kësaj të qenurit pjesë e Europës. Dhe si e tillë, SPAK-u do duhet realisht të bëjë edhe një lloj mea culpa ose një lloj analize në vetvete, sepse nuk duhet në mënyrë absolute që të tentojë të shkojë duke kërkuar vendimin e gjykatës, si në rastin e Metaporfosës, e kujtoni mirë, që u detyruar që të shkonte të merrte vendim gjykate, duke ndaluar publikimin e pjesës dosjeve hetimore. Këtë gjë e bëri aso kohë, pikërisht sepse kuptoi që dosja kishte rrjedhur në media. Tani, rrjedhja e dosjes në media ka dy mënyra. O e bën avokati ose e bën prokurori, se mënyrë tjetër nuk ka asesi. Domethënë OPG-ja, le të themi, o prokuroria ose avokatia. Avokati në rastin konkret është një lloj pale e cili po e nxorrin media, e di shumë mirë domethënë se është vulnerabël. Prokurori do ta kuptoj shumë kollaj domethënë që e bëri avokati një gjë të tillë. Në rast se është shumë i sigurt që s'ka dalë nga ana e prokurorisë. Fakti domethënë që në asnjë rast nuk është le të themi nuk ka shkuar çështja tek avokatia, domethënë nuk është anatemuar avokatia e palve në rastin konkret, do të thotë që vetë SPAK-u e ka problemin brenda vetes, e ka pasur dhe e ka. Tani unë nuk di të them se nuk jam Nostradamusi që të kuptoj që e ka nxjerr vetë prokurori apo e ka nxjerr një OPG i BK-s hetimore. Fakti është që me kodin e procedurës penale dhe me kodin penal që ne kemi, e kemi realisht të ndaluar që të nxjerrim të publikojmë lajmet pjesë nga dosja hetimore, sidomos kur kemi të bëjmë me masat sigurimi personal. Kujto këtu. Po ta zez domethënë thjesht për faktin se jemi në kohë reale. Dosja e SPAK-ut dhe vendimi i gjykatës për zotin Erion Veliaj akoma pa u dhënë vendimi kishte dalë në media. Ajo për mendimin tim si avokat është totalisht e ndaluar, nuk ndodh në asnjë vend të Europës, në asnjë vend të botës, aty ku duam të shkojmë, nuk po them për në Afrikë apo vende të tjera, që ti të dalin gjithë dosja domethënë në media dhe të fillojmë të i bëjmë gjyq popullor gjithkujt. Një njeri ka prezumimin e papajësisë deri në momentin ku ka një vendim gjykate. Nëse Erion Veliaj nesër apo cili do qoftë se s'duhet marrë zotin Veliaj, nesër del i pafajshëm, çfarë do të thotë? Se ti nga ana e imazhit atë e ke dërmuar, e ke shkatëruar. Tani ti në raport me media ti do të thuash po mirë ne këtë punë kemi, dakord, por edhe media duhet të jetë në një mënyrë apo në një tjetër në një lloj amalgame me sistemin e drejtësisë. Nuk mundet për çdo gjë, hajde nxirrim, hajde hedhim treg. Se kemi krijuar domethënë ne vërtet kemi pasur një sigurim shtetin dhe si thon asaj shprehjes vreshti ruhet vetë, nuk ka nevojë për ujtar. Por në rastin konkret ne nuk do duhet akoma domethënë që të shkojmë derivati asaj kohe të para viteve 90 të vijojmë me të njëjtën procedurë, duke bërë çdo gjë llum dhe në fund pastaj robi është dënuar para se të marrim vendimin e gjykatës. A nuk do duhej që SPAK-u të kishte marrë masa paraprakisht nisur edhe nga këto raste që ju përmendët në rrjedhjen e informacionit duke nisur që është nga brenda institucionit ose në rastin e avokatëve, sepse nuk mund të themi me siguri se nga mund të rrjedhin. Sigurisht, po ndoshta në disa raste i ka volitur edhe SPAK-ut një gjë e tillë. Për shembull, në rastin e zotit Veliaj, ndoshta i voliste të SPAK-ut, domethënë që gjyqi popullor t'i bëhej Veliaj një herë në media dhe gjithandej dhe pastaj mbrapa të ktheheshin në sallën e gjyqit. Por kjo nuk është normale. Nëse ne po flasim për një shtet të drejtës, shteti i drejtës fillon nga aula gjyqësore. Ti nuk mundesh domethënë ta bësh tjetrin thash. Edhe një herë, kush mund të thotë domethënë avokati po flet kështu sepse është pal dhe themi nuk është objektiv, por është subjektiv. Po e vërtet është. Po unë po flas për ato çfarë thot Kodi i Procedurës Penale dhe Kodi Penal. Nëse neve do vi në një moment caktuar ku vërtet do ta respektojmë shtetin ligjor, kjo është koha. SPAK-u ka mëkatet e veta,
Ndoshta edhe kjo që sapo i ndodhi me hakerimin, do e zgjojë akoma më tepër nga gjumi, me qëllim domethënë që ky institucion të bëhet akoma edhe më hermetik. Unë nuk dua fare të di se çfarë ndodh në SPAK deri në momentin kur SPAK-u nuk më del me informacion zyrtar. Unë besoj informacionin zyrtar të SPAK-ut dhe dua që ky institucion të bëjë hetime të thelluara dhe të qëndrueshme, mundësisht mos kërkoj masa sigurimi personal jashtë çdo logjike normale, sepse gjithmonë kam qenë idesë që masat e sigurimit personal në Republikën e Shqipërisë janë në disproporcionalitet të plot me vendimin që mund marrin gjykata nesër. Nisur nga kjo që ju përmendët që SPAK-u mund të bëhet më hermetik, a mund ta bëj këtë institucion që të jetë shumë më pak transparent në ditët në vijim apo s'ka nevojë me qenë transparent SPAK-u. SPAK-u është organ prokurorie, është organ akuze. Është palë, si kundërshtë avokatia në rastin konkret. Unë nuk dua që të jetë transparent SPAK-u. Unë dua që SPAK-u të thellohet në hetime, të shkojë në gjykatë me prova dhe me fakte, që kur të dënoj X apo Y apo Z person, të ketë fakte të pakundërshtueshme dhe të çojnë dhe të vazhdojnë hetimin në mënyrë të shpejtë. Shikoni, nuk ka logjik. Realisht nuk ka logjik që ti pas 2 vitesh që heton Arben Ahmetajn të shkosh prapë në gjykatë, ndodhi para 3-4 ditësh dhe të kërkosh shtyrje të hetimeve dhe 3 muaj tjetër. Çfarë do bësh ti edhe 3 muaj tjerë? Ke 2 vjet që merresh me këtë zotrinë. S'mund ta mbash njeriu peng. O e çon çështën në gjykatë se ke prova dhe fakte edhe kërkon dënimin sipas ligjeve në fuqi, ose pushon hetimin. Kur nuk ke fakte do ta pushosh hetimin. Ti nuk mund ta marrësh gjithë jetën një person për 2 vite rresht në një stres të papar. Imagjinoni sikur sot zoti Ahmetaj ishte në burg. Imagjinoni pak, ti ishte në burg. A dini se çfarë ka ndodhur dhe këtë po ja them nga provoja personale. Më ka ndodhur disa herë që është futur klienti në burg, në paraburgim po flas, ka ardhur momenti i dëgimit çështjes në gjyq, është vëretur nga pala e prokurorisë që çështja nuk qëndron, pra nuk ka thelb prova e fakte dhe thjesht domethënë për të justifikuar atë 1 vit e gjysmë apo 2 vite që ka qëndruar në paraburgim, janë gjetur artifica të paqëndësishme, si domethënë që të justifikonin këtë 2 vjet në paraburgim, me qëllim që palat mos shkonte klienti, mos shkonte të kërkonte dëmshpërblimin për ditët e burgimit në mënyrë të padrejtë. Nëse arrin tek kjo pikë, atëherë ne nuk po bëjmë shtet ligjor. I kthehemi tek prokuroria e Niçelës dhe jemi në rregull. S'kemi arsye domethënë që të vazhdojmë këtë histori. Unë nuk e dua një SPAK të tillë. E mbështes këtë si institucion, e mbështes dhe dua domethënë që ai të ecë përpara. E kemi të nevojshme për shkak të zullumit 30 vjeçar që kemi pasur në këtë vend, por ama një zullum nuk mund të mbulohet me një padrejtësi. Ne duam një shtet të drejtës. Pra ai sa është e mundur, se drejtësi perfekte nuk ka. Pse SPAK-u e ndjek një praktik të tillë nisur që nga rasti i Ilir Metës, por edhe i Erion Veliajt së fundmi, dhe ndërkohë ka rikthyer edhe çështjen e Arben Ahmetajt siç e përmendët ju? Sepse mendoj domethënë që e para njëherë janë raste të cilat nuk merren në mënyrë të njëtrajtshme, secili ka procedurat e veta. Por gjithsesi, në rastin e ish presidentit ose presidentit, sikundër kemi qefqit i themi, për mendimin tim ka qenë një gafë e jashtëzakonshme në raport me procedurën e ndjekur para arrestimin e zotit Meta. SPAK-u është lënë mjan duke thënë domethënë që unë nuk mora pjesë fare në arrestimin e tij dhe kjo u bë nga policia e shtetit. Kjo nuk e justifikon as pak. Sepse me kod procedurës penale do duhet që gjithmonë një antar i BK-s, një prokuror dhe sigurisht dhe policia të jenë në momentin e caktuar pranë personit të cilët do t'i thuhet le të themi në masë sigurimi personal.